Muzeun e Shkencave të Natyrës Sabiha Kasimati, një muzej themeluar në vitin 1948, aktualisht i vendosur në një godin diku në rrugën Petronini Luarasi, ose për, le të themi, për prakticitet informativ, diku pranë tregut elektrik. Është një muze që në fakt, le të themi, që ruan eksponate, ekzemplar të rrallë të natyrës shqiptare, një muze shumë i vlefshëm, që mund të krahasohet me si vëllezërit e tij të Ballkanit minimalisht. Institucionalisht është një muze i mirë vizituar, pra vizitohet dendur nga shkollat, kopshtet, gjitha institucionet parauniversitare. Është një muze që gjithashtu vizitohet mirë nga institucione, profesionistë, studiues, delegacione, ambasada, trup diplomatik i huaj. Pra, institucionalisht është një muze i vizituar dhe i njohur. Por nga ana turistike, edhe pse vitet e fundit ka pasur një shtim të vizitorëve të huaj që e frekuentojnë muzeun, nuk ka një numër të kënaqshëm vizitorësh siç do ta meritonte gjithë brendësia e këtij muzeu, që i ndarë në 7 pavione ruan eksponate, pra ekzemplar të rrallë, të cilat do t'i zbulojmë së bashku pas pak.